Investon $1.000 dhe brenda pak ditësh, shuma do të dyfishohet. Ky ishte premtimi fillestar që grupi mashtruesve përdorte për të joshur qytetare të ndryshëm në mënyrë që ata të fusnin parat në firmat piramidale online të goditura nga policia Fierit para pak ditësh. Vision Plus mëson se krahas platformës QX janë dhe dy firma piramidale të tjera që po hetohen. Konkretisht njëra prej tyre është mbyllur me kohë, ndërsa tjetra mësohet se është hapur kohët e fundit dhe është ende aktive. Shuma më e vogël e investimit ishte $1.000, por burimet theksojnë se ka qytetarë që kanë investuar deri në $5.000, pasi shpresonin për dyfishimin e parave. E gjithë skema e goditur ishte organizuar në lokalin La Bonta në Lushnje, ku policia zbuloi këtë skem, ndërkohë që ka dyshime se në rrjetin e mashtrimit kanë rënë qindra persona. Referuar dosjes, agent të policisë të infiltruar kanë rënë në kontakt me Reledio Shebeku, i cili kishte një tjetër grup në Telegram në platformën QX. 35 vjeçari përmes kësaj platforme kishte lidhje me një shtetas anglez të quajtur Leo Smith, i cili u dërgonte linqe të ndryshme në grupin privat dhe qytetarët duhet të pëlqenin faqet në mënyrë që të arritej përfitimi i tyre. Në dosjen hetimore gjithashtu theksohet se agentët e infiltruar kishin kontaktuar kamarierin e lokalit La Bonta, Emanuel Taulau, i cili kishte thënë se për të bërë pjesë e firmës piramidale duhet të lidhen me pronarin e lokalit Arbër Çelën. Ishte pikërisht Çela ai që u shpjegoi efektiveve se minimumi për të futur në lojë ishte €1.000 ose $1.000. Ditën tjetër efektivet përmes kamarierit takuan një tjetër person, Flavio Mukajn, i cili pasi u mori lekët i futi në grupin privat në platformën Telegram. Lekët fillimisht kalonin në aplikacione të ndryshme deri në bankat e nivelit të dytë, ku përfituesit mund të tërhiqnin përfitimet. Ajo që bie në sy pikërisht në faqen e dytë të kësaj dosjeje është fakti se ishin të përfshirë dhe zyrtar të Bashkisë së Divjakës.